Dëshironi të keni kocka të forta dhe të mos keni kurrë dhimbje. Mos i ndani nga tavolina këto ushqime. Kockat e forta janë kryesore për shëndet të mirë dhe rezistencë të trupit. Gjithsesi, për shumë njerëz mbeten një shqetësim kryesor që ndikojnë në jetën e përditshme. Sëmundje të tilla si artriti, dhimbjet e shpinës ose pjesë të tjera të trupit janë shumë të përhapura dhe ndikojnë në jetën e përditshme. Si gjithmonë, ushqimi dhe stili i jetesës janë zgjidhja më e mirë për të përballur me çdo shqetësim të organizmit. Dhe kur bëhet fjala për kockat, shumë persona neglizhojnë ushqyerjen dhe nuk kujdesen për atë që shtojnë në menun e tyre. Prandaj, sipas ekspertëve, nëse doni të keni kocka të forta edhe në pleqëri, atëherë duhet të shtoni me patjetër këto ushqime gjatë gjithë jetës suaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duhet të pasuroni dietën tuaj sipas ekspertëve me perime. Frutat dhe perimet janë burimet më të mira të vitaminës C, e cila stimulon prodhimin e qelizave dhe gjithashtu forcon kockat dhe mbron ato nga dëmtimi. Studimet tregojnë gjithashtu se konsumi i shumë perimeve në dietën tuaj arrit dëndësinë minerale të kockave. Qepa në veçanti është një nga perimet më të mira të cilat mund të shtoni në dietën tuaj. Ajo zvogëlon rrezikun e frakturave me të paktën 20% kundrejt personave që nuk konsumojnë kurrë qepë. Kaleja, brokoli dhe spinaçi janë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për kockat, që duhet të jenë edhe në dietën tuaj pasi këto perime përmbajnë gjithashtu edhe vitaminën K. Shtoni në dietën tuaj më shumë kalium. Kaliumi është një nga produktet më të rëndësishme për të pasur vazhdimisht në dietën tuaj. Kaliumi është miku më i mirë kur bëhet fjala për mbrojtjen e shëndetit tuaj të kockave. Aftësia e tij për të neutralizuar acidet metabolike që shkatrojnë kockat është vërtet e jashtëzakonshme. Bananet janë veçanërisht të pasura me kalium, si dhe me magnez, prandaj bëjini pjesë të dietave tuaja për të marrë përfitimet unike për shëndetin e nyjeve. Gjithashtu, për të pasur kocka më të forta nga dieta juaj, duhet të hiqni alkoolin dhe kafeinën. Sija e ditës pa kafeinë mund të duket si një mision i pamundur, por do të jetë një mundësi nëse mendoni për shëndetin e kockave, duhet të evitoni pirjen e këtyre substancave. Studimet tregojnë se pirja e 3 ose më shumë filxhan me kafe në ditë zvogëlon thithjen e kalciumit nga trupi, gjë që mund të ndikojë negativisht në dëndësinë tuaj kockore. Alkooli bën gjithashtu të njëjtin gjë, duke dëmtuar shëndetin e përthithjes së mineraleve dhe gjithashtu duke shkaktuar komplikacione të ndryshme për shëndetin tuaj të nyjeve. Për të pasur kocka më të forta edhe në pleqëri, aktivisht duhet të jeni mirë edhe me ushtrimet fizike. Duhet të merreni me sporte ose edhe me ecje sportive. Ushtrimet fizike janë kryesore për të ndërtuar më mirë masën tuaj të kockave. Vrapi, ecja, gjithashtu edhe sporte në përgjithësi mund të përfshihen në dietën tuaj për të pasur kocka më të mira. Gjithashtu, kujdesuni të mos i dëmtoni kockat duke bërë ushtrime të rënda edhe me pesha të mëdha. Merrni vazhdimisht vitaminën D nëpërmjet ushqimeve ose në formën e suplementeve në mbikëqyrjen e një eksperti. Vitamina D funksionon paralelisht me kalciumin për zhvillimin e shëndetit kockor. Edhe kur këto të dyja mungojnë, mundet që të bëni më shumë dëme për shëndetin tuaj. Një mënyrë e shkëlqyer për të luftuar mungesën tuaj të vitaminës D është të bëni një shëtitje në diell. Jo vetëm që do të stërviteni, por do të merrni gjithashtu edhe rrezet e diellit. Pini qumësht. Këshilla e përhershme është të konsumoni qumësht për të përfituar më shumë kalium. Qumështi është një burim i shkëlqyer i kalciumit, i cili është një përbërës kryesor për ndërtimin e kockave më të forta. Alternativat të qumshtit të pasur me kalcium që variojnë nga qumshti i bajameve deri te ai normal që konsumoni çdo ditë. Ushqimet të tjera të pasur me kalcium janë djathi me pak yndyr, kosi natyral, sardelet, salmoni dhe bajamet. Përfshirja e një diete të rregullt me ushqime të mira për shëndetin tuaj të kockave do të luajë një faktor pozitiv për shëndetin e tyre dhe me kalimin e viteve. Duhet jeni të vëmendshëm atë që trupi juaj është duke treguar, pasi neglizhenca mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në komplikacionet tuaja.
Pas moshës 40 vjeçare, dëndësia kockore përkeqësohet, si te gratë ashtu edhe te burrat. Në rastin e grave, kjo sëmundje përshpejtohet shumë pasi ato kalojnë në menopauzë. Si gjithmonë, parandalimi është hapi më i rëndësishëm. Të rinjt duhet të mos e teprojnë me alkoolin, të mos pinë duhan, duhet të kryejnë aktivitete fizike, të mos e teprojnë me ekspozimin në diell dhe të ushqehen mirë. Nëpërmjet ushqimit ne mund të marrim vitamina thelbësore për kockat siç janë kalciumi, fosfori dhe vitamina D. Ne kemi nevojë edhe për vitaminën K, magnezin dhe zinkun, që i mbajnë kockat më të shëndetshme në çdo fazë të jetës. Ushqyerja e duhurt e kockave ka të bëjë gjithashtu edhe më mirë me shëndetin e tyre. Kalciumi është përbërësi kryesor i shëndetit të kockave. Të rriturit duhet të marrin nga 1000 deri në 1200 mg në ditë. Ushqimet që mund të plotësojnë dozën ditore të kalciumit janë frutat dhe perimet si barishtet, portokalli, fiq të thatë, produktet e bulmetit si kosi, djathi dhe qumshti i arrorëve si soja, orizi dhe tërshëra, bishtajore si fasule dhe qiqrat, frutat e thata, fara dhe drithrat si bajamet, farat e susamit, arrat, peshku, kryesisht sardelet. Osteoporoza dhe ushqimet e pasur me vitaminën D mund të ndërlidhen me njëra tjetrën. Vitamina D është e dobishme për përthithjen dhe metabolizimin e kalciumit. 90% e kësaj vitamine merret nëpërmjet ekspozimit në diell, ndërsa pjesa e mbetur nëpërmjet ushqimit. Peshku përmban edhe këto elementë, si salmoni, skumbria, trofta, ngjalla, peshkuton, sardelet, vaji i mërcisë, merlucit, janë gjithashtu produkte që duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja. Gjithashtu mos harroni të shtoni kërpullat dhe ushqimet me proteinë si vezët, produktet e bulmetit dhe mëlçia e viçit. Osteoporoza parandalohet edhe duke u kujdesur më shumë për ushqimin tuaj. Vitamina K që ndihmon në shëndetin e kockave mund të jetë një zgjidhje e mirë. Prandaj përzidhni barishtet si spinaqi, sallata jeshile, kale, shparagu, lagrat e vogla. Estrogeni me bazë bimore që gjendet te drithrat, portokalli, rrushi, çaji dhe soja. Kaliumi që përmirëson dhe ekuilibron kalciumin. Bananet janë gjithashtu një burim shumë i mirë i kaliumit. Gjithashtu është e rëndësishme që, për të pasur shëndet më të mirë të kockave, mos pini alkool, duhan, qëndroni më aktiv në jetën tuaj dhe gjithashtu tregoni të vëmendshëm ndaj shenjave që jep trupi juaj. Kafeina dhe kripa kanë efekte diuretike dhe nxjerrin kalciumin nga organizmi. Mos pini më shumë se 3 kafe në ditë ose pije me kafeinë. Proteinat e tepërta shkaktojnë sëmundje të veshkave dhe dekalcifikim të kockave. Ajo ndikon në metabolizimin e kalciumit, fosforit dhe vitaminën D. Qëndroni në ambiente të jashtme për të marrë vitaminën D. Kryeni aktivitet fizik që të ruani peshën e shëndetshme, të ruani masën kockore dhe të forconi muskujt. Hani ushqime të pasur me fosfor, magnez dhe acide yndyrore omega 3. E fundit, por jo nga rëndësia, parandalimi i osteoporozës kërkon kalcium që në fillim të jetës dhe më shumë aktivitet fizik. Suplementet mund të përdoren më vonë kur shëndeti i kockave është i dobët, por gjithmonë duhet t'i përdorni ato në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu edhe problemet që mund të bëni për shëndetin tuaj. Bananet janë një frut tropikal i mirë i pasur me kalcium dhe shpesh mund të jetë i rëndësishëm për listën tuaj shëndetësore të kockave. Megjithatë, një frut me banane përmban mesatarisht 422 mg kalcium, që është një shifër që duhet të shtohet me patjetër në dietën tuaj. Gjithashtu, vitamina D është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockave. Vitamina D nuk i forcon drejt për së drejti kockat, por ndihmon në absorbimin më të mirë të kalciumit në zor. Kështu, duke shtuar një produkt që përmban vitaminën D, siç është salmoni, mund të ndihmojë në forcimin e kockave. Të rriturit ka nevojë për 600 njësi, ndërkohë vitamina D mund të ofrohet edhe nga salmoni afërkësisht 450 njësi. Është e rëndësishme që për çdo problem të mundshëm që shfaqet trupi juaj të konsultoheni me mjekun për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.